Sibora Gagani, një vajzë 22 vjeçare me origjinë shqiptare u zhduk në vitin 2014 në Spanjë, që nga ajo ditë telefoni i saj nuk u ndez më, ndërsa familja jetonte me shpresën se ajo ishte ende gjallë. Personi i fundit me të cilin kishte kontakt ishte ish-partneri i saj italian Marco Romeo, një emër që do të mbetej në qendër të hetimeve për vite me radhë, por pa prova konkrete çështja mbeti e pazgjidhur. Gjithçka ndryshoi në vitin 2023. Pas arrestimit për një tjetër vrasje, Marco Romeo u përball me policinë dhe u zbulua një sekret i tmerrshëm. Ai dinte ku ndodhej trupi i Siborës. Hetuesit shkuan në banesën ku ai kishte jetuar dhe pas kërkimeve zbuluan se trupi i Siborës ishte i fshehur brenda murit të shtëpisë, një krim i kryer vite më parë, por i fshehur në mënyrë makabre. Fillimisht, Marco Romeo kishte pranuar krimin, por më pas ai ndryshoi plotësisht versionin. Para gjykatës ai deklaroi se nuk e kishte vrarë ai Siborën, por mafia shqiptare. Sipas tij, e reja kishte marrë një borxh prej 25.000 eurosh për të hapur një biznes, por nuk ishte mundur ta shlyente. Ai pretendoi se disa persona të armatosur e kishin vrarë Siborën dhe e kishin detyruar atë të fshinte trupin, por ky version ngriti shumë pikpyetje. Autoritetet dhe mediat kanë theksuar se dëshmia e tij ka mospërputhje të shumta, sidomos për faktin se ai ishte personi i fundit që kishte patur kontakt me viktimën, ai e dinte vendodhjen e trupit dhe fillimisht kishte pranuar vetë vrasjen. Kjo e bën rrëfimin e tij për mafien të dyshimt dhe të pabesueshme për hetuesit. Ndërkohë, familja e Siborës kishte kaluar vite të tëra duke kërkuar të vërtetën. Nëna e saj nuk ishte rreshtur kurrë së kërkuari drejtësi, ndërsa më në fund e vërteta doli në dritë në mënyrën më tragjike të mundshme. Pas 9 vitesh, misteri u zgjidh, por dhimbja mbeti. Sot, çështja e Sibora Gaganit mbetet një nga historitë më të errta që kanë tronditur opinionin publik. Faleminderit që na ndoqët dhe bëni subscribe për të parë më shumë video të tilla. Faleminderit.